Shtëpi lokale, oborre dhe vetura të përmbytura nga uji janë disa nga pamjet që ditëve të fundit janë shënuar në shumë komuna të Kosovës. Si pasojë e rreshive të dendura të shiut, të cilat nisën me 5 janar, janë shkaktuar vërshime që kanë sjellë dëme në prona private, infrastrukturë publike, evakuime të qytetarëve si dhe bllokim të rrugëve. Fush Kosova, Malisheva, Rahoveci, Klina, Mitrovica Jugut, Vushtria, Drenasi, Skënderaj dhe Gjakova, sipas Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave, janë komunat më të prekura nga këto vërshime. Të gjithë qytetarët që kanë pësuar dëme në të mira materiale si pasojë këtyre vërshimeve, duhet të drejtohen komunave përkatëse për kompensim, tha për Radio Evropa e Lirë drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi. Sipas rregullores për metodologjinë e vlerësimit të dëmeve nga fatkeqësitë natyrore, në të mira materiale përfshihen objekte banimi, objekte tjera përcjellëse pajisje, mjete të punës, kafsh, prodhimtaria aktuale bujqësore, mallra, mjete të transportit të gjithë llojeve, orendit, gjesendet shtëpiake dhe të gjitha mjetet dhe pajisjet që përdoren për jetën dhe punën e qytetarëve dhe bizneseve. Disa komuna kanë njoftuar tashmë qytetarët për fillimin e aplikimeve për vlerësimin e dëmeve nga vërshimet, ndërsa disa të tjerë ende se kanë bërë.